zonja e zotrin deputet, të nderuar qytetar. Në këtë seancë të fundit plenare, para zgjedhjeve të 11 majit, dëshiroj të nënvizoj disa tipare të kësaj legjislature dhe të hedh një vështrim mbi kontributin e saj në zhvillimin e vendit. Legjislatura e 10 e Kuvendit të Shqipërisë ka qenë më tepër se çdo legjislaturë tjetër dedikuar integrimit evropian të Shqipërisë. Nga një ëndër, antarësimi evropian është sot një realitet i afërt dhe i prekshëm. Gjatë kësaj legjislature e shpum Shqipërinë para portave të Bashkimit Evropian. Nga 19 korriku i vitit 2022, kur në Bruksel u mbajt konferenca e parë ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, dhe deri në lajmin e fundit, mbi hapjen në Tiranë të zyrës rajonale të Parlamentit Evropian, përjetuam një fazë historike të rrugtimit tonë. Objektivi ynë strategjik kombëtar, Shqipëria në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030 dhe mbyllja e negociatave teknike brenda vitit 2027 ka mbështetjen e institucioneve evropiane një zëri. E kam konstatuar këtë mbështetje gjatë gjitha takimeve që kam zhvilluar me krye parlamentar të vendeve të Bashkimit Evropian, sidomos gjatë takimit me presidenten e Parlamentit Evropian, Roberta Metsola, në nëntor të vitit kaluar në Bruksel, gjatë diskutimeve me presidentët e Parlamentit dhe Senatit të Polonisë, si vendi që ka presidencën e Këshillit Evropian, në Varshavë në 5 mars të këtij viti, si dhe në takimin me Komisioneren Evropiane për zgjerimin Marta Kos javën e kaluar në Kuvend. Kjo mbështetje, e cila i shtohet mbështetjes së gjerë popullore për antarësimin në BE, është një motiv i madh, por edhe një detyrim i madh. Duke udhëhequr me vendosmëri këtë proces, Kuvendi i ka dhënë legitimitetin demokratik dhe karakterin gjithëpërfshirës procesit, duke dhënë edhe vetë shembullin e një institucionit përkushtuar maksimalisht e thelbësisht ndaj rrugtimit evropian të Shqipërisë. Mjafton përmendim faktin që gjatë kësaj legjislature kemi punuar jashtëzakonisht fort për harmonizimin e legjislacionit me Bashkimin Evropian. Komisioni për çështjet evropiane ka shqyrtuar gjatë legjislaturës 121 projektligje me parafrim, nga cilat 22 në vitin 2021, 12 në vitin 2022, 27 në vitin 2023 dhe 54 gjatë vitit 2024. Edhe kjo trajektore rritëse tregon për intensifikimin e harmonizimit legjislacionit ton me atë të BE-s gjatë secilit vit të legjislaturës. Është fakt se megjithëse në këtë sallë nuk shquhemi për mirëkuptim të ndërsjellët, kemi gjetur bashkëpunim për Shqipërinë Evropiane. Jam e bindur dhe shpreh mendimin tuaj se Kuvendi të ri duhet i dorëzojmë dhe do t'i dorëzojmë një Shqipëri të gatshme për t'u pranuar në familjen evropiane në mënyrë që legjislatura e 11 t'i dorëzoj pasardhëses së saj një parlament të një vendi antar të Bashkimit Evropian me drejtat plota. Legjislatura e 10 ishte një legjislaturë reformash, mbi të gjitha e reformës në drejtësi. Gjatë kësaj legjislature pothuajse ka përfunduar procesi i vettingut, i cili ka nxjerr nga sistemi i drejtësisë rreth gjysmës së trupës së gjyqtarëve dhe prokurorëve. Përveç racionalitetit dhe impaktit në sistem, vettingu e bëri reformën drejtësi një referencë për konsolidimin e institucioneve të tjera demokratike në shoqërinë shqiptare. Ne duhet vijojmë të thellojmë dhe të garantojmë rritjen e vazhdueshme të integritetit të institucioneve të drejtësisë, dhënien e drejtësisë së shpejtë, respektimin e proceseve të drejta ligjore, garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Askush mbi ligjin, por dhe askush nën ligjin, duhet jetë standard i garantuar nga drejtësia, tek e cila kemi investuar shumë shpresë, besim e financa publike. Reforma zgjedhore, e cila mundsoi votimin e diasporës nga jashtë vendit, është paraprirë nga masa e veprime për mbështetjen e emigrantëve shqiptar dhe rritjen e mirëqenies së tyre. Prej vitit 2013 kemi nënshkruar 16 marrëveshje me vendet huaja për njohjen e ndërsjellët të pensioneve, nga cilat përfitojnë 800.000 bashkëdhetar. Marrëveshja për pensionet me Italinë
e cila pas miratimit në 5 mars në Senatin Italian do të filloj me një herë të zbatohet, do të shërbej mbi 500.000 emigrantëve shqiptar në Itali. Këtë do të synojmë të arrijmë edhe me vendet e tjera pritëse të emigrantëve shqiptar. Marrëveshja me Greqinë synojmë të mbyllet gjatë legjislaturës së ardhshme. Për fat keq, dialogu parlamentar nuk ka qenë ai që dëshironim të gjithë dhe ai që presin qytetarët. Përpjekjet për konsensus janë dëmtuar shpesh, disa herë edhe seriozisht, nga tentativat për të zëvendësuar debatin parlamentar me gjuhën e ashpër të urrëties, vulgaritetit dhe dhunën. Shpresoj dhe besoj që normaliteti në cilin kanë hyrë punimet e kuvendit vijoj edhe gjatë legjislaturës së re. Kuvendi ka fuqizuar funksionin e kontrollit parlamentar, përveç të tjerash edhe përmes ngritjes së 4 komisioneve hetimore, rezultatet e cilëve janë inkorporuar në veprimtarinë e tij dhe të institucioneve shtetërore, si dhe 5 komisioneve të posaçme parlamentare, 2 prej cilëve Komisioni për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 dhe Komisioni kundër dezinformimit, po vijojnë veprimtarinë e tyre duke u kthyer në burime ekspertize të çmuar nga 10 ekspert e akademik të njohur. Gjatë legjislaturës së 10, bashkëpunimi me Kuvendin e Kosovës shënoi kulme që nuk ishin arritur më parë. Marrëveshja e bashkëpunimit mes 2 kuvendeve, ndërveprimi e shkëmbimet intensive mes komisioneve parlamentare, grupeve parlamentare e deputetëve, si dhe 2 mbledhjet e përbashkëta të kuvendeve, në 27 nëntor 2022 në Tiranë dhe në 20 dhjetor 2024 në Prishtinë, janë disa tregues të këtij bashkëpunimi vllazëror e të vlefshëm. Ne mbështetëm rolin e Kosovës në shumicën e organizatave ndërkombëtare dhe kam besim se edhe Kuvendi i ri do të vijojë këtë proces, sidomos për pranimin e Kosovës në Këshillin e Europës dhe rritjen e rolit të saj si një faktor demokratizimi dhe paqe në rajon e më gjerë. Gjatë kësaj legjislature Kuvendi ka mbështetur përpjekjet për të shndërruar Shqipërinë në një qendër dhe faktor të zhvillimeve rajonale, madje një lider në procesin e bashkëpunimit dhe integrimit evropian të vendeve të rajonit. Kemi mbrojtur të drejtat e pakthyeshme dhe kemi nxitur rolin e faktorit shqiptar në rajon, Kosovës si dhe shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut dhe Malezi si faktor zhvillimi, demokratizimi, europianizimi dhe siguri e paqe në rajonin tonë. Maqedonia e Veriut po përjeton një tragjedi të rëndë pas humbjes së 10 jetëve të vajzave e djemve mëngjesin e djeshëm në Koçan. Duke ndarë dhimbjen me familjet që humbën njerëzit e tyre të dashur në moshën e tyre më të njomë dhe dukuruar të lënduar dhe shërim të shpejt, jemi pranë popullit dhe autoriteteve të vendit shinje mik në përballimin e kësaj fatkeqësie të madhe. Puna e Kuvendit të Shqipërisë gjatë kësaj legjislature nuk ka qenë qëllim në vetvete, por i ka shërbyer zhvillimit të vendit. Me ligjet që kemi miratuar, kontrollin parlamentar që kemi ushtruar dhe mbështetjen që u kemi dhënë institucioneve shtetërore, institucioneve të pavarura, publiku dhe qytetarëve, kemi kontribuar në përmirësimin e ndjeshëm të mjaft treguesve të rritjes ekonomike. Shqipëria e legjislaturës së 10 ka ndërtuar e po konsolidon një sistem ku treguesit e zhvillimit po përkthehen në mirëqenie për qytetarët. Po përmend shkurtimisht disa prej këtyre treguesve. Të ardhurat për frym janë trefishuar nga 3.324 euro në vitin 2013 në 10.342 euro në vitin 2024. Prodhimi i brendshëm bruto është rritur 2.5 herë, nga 9.6 miliard euro në 25 miliard euro. Paga mesatare e përgjithshme u rrit 2.6 herë, nga 322 euro në 830 euro. Paga mesatare e mësuesve është dyfishuar, pensioni mesatar është dyfishuar, nga 86 euro në 175 euro. Papunësia është përgjysmuar nga 17.5% në 8.8%. Buxheti i shëndetësisë është trefishuar. Jam në foltore, nuk po flas nga aty flamur. Buxheti i shëndetësisë është trefishuar nga 250 milion në 760 milion euro,
600.000 qytetarë të pasiguruar marrin shërbim shëndetësor falas edhe pse nuk kanë paguar ndër vite kontributet e tyre. Buxheti për shërbimet e përkujdesit shoqëror është katërfishuar nga 3.5 milion euro në 15 milion euro. Sipërfaqja e serave dhe eksporteve bujqësore u trefishua, numri turistëve u rrit nga 1 milion në 12 milion. Nuk po zgjatem te treguesit e tjerë, duke mos dashur ta trajtor këtë fjalë si parathënie të fushatës elektorale, edhe pse po flas nga foltorja. Zonja e zotrinj deputet, të dashur miq, dëshiroj t'ju falenderoj të gjithëve për bashkëpunimin tuaj gjatë periudhës ku pata nderin dhe përgjegjësinë të drejtoj Kuvendin e Shqipërisë. Ju vlerësoj për mbështetjen, por edhe për kritikat dhe kundërshtimet, sako që ato kanë qenë në pajtim me etikën parlamentare, njerëzore e shoqërore. Falenderoj ish kryetaren, zonjën Lindita Nikolla, për drejtimin me përkushtim, kompetencë e integritet të Kuvendit gjatë 3 viteve të legjislaturës. Falenderoj zëvendës kryetarët e Kuvendit, Ermonela Felaj, Bledi Çuçi, Enkeleda Libeaj dhe Agron Gjekmarkaj, kryetarët e grupeve parlamentare dhe të komisioneve të përhershme, të posaçme e hetimore të Kuvendit për përkushtimin dhe bashkëpunimin e tyre. Falenderoj të gjithë ju për kontributin në veprimtarinë e Kuvendit Shqipërisë në shërbim të qytetarëve. Atyre që do të rizgjidhen në legjislaturën e re, u uroj suksese në vazhdimin e karrierës parlamentare dhe shërbimit publik. Për ju, të dashura kolege e kolegë që nuk keni dëshiruar të vijoni karrierën parlamentare, si dhe për ju që nuk do të mund të rizgjidheni. Ju uroj nga zemra mbarësi dhe vijim të shërbimit tuaj ndaj Shqipërisë në detyra të tjera. Ju keni shërbyer me përkushtim në Kuvendin e Shqipërisë dhe do i mungoni komisioneve dhe kësaj salle. Falenderoj veçanërisht gazetarët e akredituar në Kuvend dhe mediat respektive për pasqyrimin me transparencë të veprimtarive të Kuvendit. Në emrin tuaj, falenderoj shërbimet e Kuvendit për mbështetjen e veprimtarisë sonë të përbashkët gjatë kësaj legjislature. Urime dhe suksese, na prifte mbara Zotje Bekov Shqipërinë.